dikun rreth 110 kandidati kemi. Asnjëri prej tyre nuk ka nisë me fol për temën e dhunës familje. Dhe kanë prioritet trajtimin e dhunës familje dhe personi ka qenë person i arrestuar, ka qenë person i dënuar, e ka përsërit dhe e ka thonë kërcënimin e vet. Elementin e parë që duhet me kuptuar është ajo që na e quajmë zgjidhja politike ose zgjidhja vizioni politik për me zgjidh problematikën e dhunës familje dhe problematikën e sigurisë. Këtu i kom mbledh dikun rreth 110 kandidati kemi pas në këtë studio dhe asnjëri prej tyre nuk ka nisë me fol për temën e dhunës familje, trajtimin e saj, po ashtu temës dhunës shkolla dhe temës në sigurinë publike. Pra, ajo që na mujë me konstatu është që prej krejt debateve zgjedhore që i kemi marrë, kandidat për kryetar të komunave nuk e kanë prioritet trajtimin e dhunës familje dhe trajtimin social të cilën komuna e ka kompetencë. Sa njerëz që ndëgjojnë mendojnë që kryetari i komunës nuk duhet mu marrë me dhunë familje. Niveli lokal nuk duhet. Pse po mendon ti që duhet? E ka përgjithësi qendrat për punë sociale në njërin prej mekanizmave kryesor në trajtimin e dhunës familje dhe trajtimin e këtyre problemeve të cilat na po flasim. Na vazhdimisht e fokusojmë trajtimin e kësaj teme tek çështjet e drejtësisë, tek dënimi. Mirë, po problemi i dhunës familje është problem social i cili duhet mu adresu në shkolla, duhet mu adresu në qendrat për punë sociale, duhet mu adresu në krejt kulturën e përgjithshme edhe duhet mu adresu me ofrimin e shërbimeve. Qendrat për punë sociale kallzonave që ajo në kuadër të Ministrisë drejtësisë atë komunave. Kuadrat e komunave të drejtorisë për mirëqenie sociale ose në këto drejtori janë të ndërtuar. Problemi është që na nuk kemi vizion politik për me trajtu këtë çështje dhe kemi lënë që çështja mu trajtu vetëm prej institucioneve të drejtësisë. Ajo që duhet me kuptuar është që në momentin kur ja nis me u marr drejtësia me këtë punë, atëherë është shumë vonë për shkak se dhuna ka ndodhur, njerëzit në rrej, njerëzit kanë vazhduar. Tash për më kthy te rasti konkret që ne kemi, për asaj që kemi pa personi ka qenë person i arrestuar, ka qenë person i dënuar, e ka përsërit dhe e ka thonë kërcënimin e vet që në rast se ndahet prej gruas, atëherë ai ka me kry krim në familjen e saj dhe zotimi i tij, të cilën institucionet e kanë ditë, është jetësu në krimin i cili ka ndodhur dje. Dhe kjo neve na tregon që institucionet kanë hallka të shumta të cilat po gabojnë gjatë trajtimit të rasteve të dhunës familje. Sa ka nejtë në burg para se me bu vrasjen? Nuk gabojnë, kishte qenë dënim me 150 ditë ose diçka të tillë. Mirë, po problemi këtu nuk është vetëm sa që ndron në burg, po është edhe problemi i rrezikut dhe një vlerësimit të cilin do duhet ky person ta merrte prej një psikiatri ose psikologi i cili vlerëson nëse ky person e ka thonë qëllimshëm këtë punë dhe nëse ky ka aftësi me kry krimin ose jo. Dhe trajtimi pastaj është me qenë i ndërtuar prej institucioneve, pra mënyrë që ky person më obligu me shku te psikiatri, me pas vlerësime të kopashme për gjendjen e tij emocionale, për mu pa rreziku se sa ai mundet me kry krimin e tjerë. Këta mekanizma mungojnë. Këta mekanizma nuk janë të ndërtuar në institucionet tona dhe fatkeqësisht për asaj që kemi pa në këto zgjedhje është që nuk ka një vizion që në 4 vitet e ardhshme thjesht me u trajtu kjo problematik. Dhënat në anën tjetër neve na tregojnë që statistikat e dhunës familje janë të rrit, rastet janë të raportuar më shumë dhe në 4 vitet e ardhshme institucionet lokale kanë me pas punë hala më shumë në këtë drejtim. Dhe në rast se na nuk kena një vizion që buxheti mu drejtu ka këto shërbime, që buxheti më orientu ka investimet serioze në çështjet e punëve sociale, atëherë unë besoj që edhe statistikat e krimeve kanë me na rrit më shumë dhe rastet ku riciklimi i dhunës na përfundon me fatalitet kanë me rrit. Pra na po e dim që në rast se në fillim shkaktari i dhunës nuk trajtohet, na gjithmonë kena me pas rritje të dhunës dhe kena me pas riciklim të saj. Kur po flasim të shkaktarët janë shumë në këto situata, po na në hetime nuk mrim me gjetë shkaktarin, pra kush është motivuesi i dhunës në shumicën e rasteve penale që i kemi analizuar nuk identifikohet, kush është shkaktari psikologjik ose psikiatrik i dhunës, për shkak se unë mendoj që një person i cili ushtron dhunë ndaj bashkëshortes vet ka probleme ose psikologjike ose psikiatrike dhe ai duhet mu trajtu si i tillë, edhe në rastin e fundit edhe shkaktarë të tjerë që mund me qenë ekonomik apo që ka shumë e rëndësishme edhe ideologjik, një komponente e cilat të na ende nuk trajtohet. Këta shkaktarë ideologjik kanë me shku të urrit në 4 vitet e ardhshme, për shkak se na jemi tu e pa rritjen e urrejtjes, rritjen e gjuhës së urrejtjes, po edhe rritjen e frymës mbar evropiane të ekstremit djathtë, e cila shkon ka një patriarkalizëm më i madh ku synon me promovu dominimin e burrave ndaj grave në vazhdimsi.